Mbrëmja e djeshme në darkën e të nominuarve solli një moment të shumëpritur nga publiku, teksa u diskutua hapur për komente dhe aludime që kanë qarkulluar në shtëpi rreth një pëlqimi të mundshëm të Nailirit për Hygertën. Situata, e cila prej disa ditësh ka ndezur bisedat mes banorëve dhe rrjetet sociale, mori një tjetër kthes pas deklaratave të dy protagonistëve. I pyetur drejt për temën, Nailiri u shpreh me një dozë ironie, duke mohuar se ai e ka shprehur ndonjëherë vetë pëlqimin ndaj Hygertës. Kam turp t'ja shpreh në sy. Nga respekti që kam për ty, thjesht kam zor me ta thënë në sy, tha ai, duke nënvizuar se ideja e një pëlqimi është një interpretim i bërë nga Alba, e jo një deklaratë që ka dalë nga goja e tij. Me këtë koment, Nailiri u mundua të qartësoj se çështja është egzageruar në shtëpi, dhe se ai nuk ka artikuluar asnjë ndjenjë të tillë. Gjithsesi, mënyra ironike e shprehjes la vend edhe për interpretime të tjera, çka e bëri atmosferën në studio edhe më të tensionuar. Pas fjalës së tij, edhe Hygerta u kërkua të komentonte gjithë situatën. Ajo mbajti një qëndrim të qetë dhe diplomatik, duke thënë: "Unë mendoj se e ka thënë në kuptimin e femrës së pjekur." Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e zilës që të informoheni për videot më të reja.